Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza jalla falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vazhdojmë sot të ndëruar me dersin ton të përjavshëm dhe edhe sot me lejen e Allahut të madhruar do të jemi në takim me një prej emrave të Allahut azza wa jall. Dhe sikur që kemi përmendur, emrat e Allahut te bareka o taala janë ato që na njoftojnë me Zotin ton. Dhe përmes tyre njohim atë, përmes kësaj njohje pastaj patjetër robi ushqet me dashurinë ndaj Allahut azza wa jall, përmirësohet kualiteti i adhurimeve të tij ndaj tij dhe të mirat të tjera të shumta që i kemi përmendur, dhe kemi thënë se është mirë që vazhdimisht t'i kujtojmë këto të mira, vazhdimisht t'i kujtojmë këto pikat e dobishme të cilat i arrijm përmes njohjes së Allahut azza wa jall. Emri që do të flasim për të është emri i Allahut El-Qahhar. Dhe ky emër është përmend disa herë në Kur'an dhe është për emrat e Allahut xhallahu ala të cilët shfaqin shumë gjëra, sikur që do t'i përmendim. Shfaqin sundimin e Allahut azza wa jall, pushtetin e tij, meritën për të qenë i adhuruar i vetëm e kështu me radhë. Se i përket kuptimit të këtij emri në aspektin gjuhësor, vije prej fjalës qahara. Qahrun në gjuhën arabe do të thotë ta mposhtësh diken apo ta pengosh nga lëvizja e lirë. Do të thotë me një kuptim që t'ja marrësh lirinë dhe ai të sillet në bazë të asaj që ti don e jo në bazë të asaj që ai don. Andaj kur dikujt i merr diçka pa dëshirën e tij dhe pa lejen e tij, kjo në gjuhën arabe i thotë qahrun, qaharahu, do të thotë ghalaba. Në kuptimin e ka mundur, ka ngavnyer mbi të, e ka privuar nga liria, ka vepruar në bazë të asaj që ai don e jo në bazë të asaj që dëshiron njeriu vetë e kështu me radhë. Ndërsa se përket argumenteve që flasin se Allah xhallahu ala e ka këtë emër, në Kur'an është përmend në 8 vende. Në 2 vende është përmend me emrin El-Qahir, ndërsa në 6 vende është përmend me emrin El-Qahhar. Sikurse thot Allahu xhallahu ala në disa vende në Kur'an, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, wa huwa al-hakimu al-khabir. Në surën An'am në ajetin 18, Allahu xhallahu ala thot wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Ai është qahirun. Çfarë kuptimi ka el-qahir do ta sqarojmë, por s'paku sa për të vërtetuar se ky është për emrat e Allahu xhallahu xhelaluhu. Gjithashtu Allahu te bareka o taala në surën Ghafir në ajetin 16 thot limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Ditën e gjykimit kur të pyet i kujt është sundimi dhe pushteti sot, atëherë Allahu do të thot lillah, i Zotit, el-wahid, të vetmit që është një, el-qahhar. Dhe këtu ka ardhur me shprehjen el-qahhar. Prandaj vendet të këtilla thash në Kur'an me emrin el-qahhar është përmend në 6 vende në Kur'an, ndërsa el-qahir është përmend në 2 vende. Dhe zakonisht emri i Allahut el-qahhar është shoqëruar me emrin Allahut el-wahid në më tepër se një vend në Kur'an. El-wahid që është një dhe i vetmi që meriton të adhurohet. Ndërsa sa i përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun azza wa jall, atëherë dietarët islam kanë përmendur disa kuptime të cilat patjetër kanë lidhje të ngushtë me aspektin gjuhësor. Kanë lidhje të ngushtë me aspektin gjuhësor të kësaj fjale të këtij emri. Disa nga dietarët thonë se el-Qahhar është ai i cili i ka në sundim të gjitha krijesat e tij dhe ai vepron mbi to çfarë ai don. Dhe ata nuk kanë mundësi të rezistojnë dëshirës dhe vullnetit të Allahut te bareka o taala. Disa të tjerë kanë përmendur se ajo që ka në Kur'an
se Allahu lillahi l-wahidil qahar, se pushteti dhe sundimi të kanë Allahu të vetëm që është qahar. Qahar është ai që do të thotë i detyron dhe i mban në kontroll dhe i sundon krijesat e tij. Dhe këto dy, sikur se thot Sa'di rahimahullah, këto dy emra që kanë ardhur njëra pas tjetër të ngjitura, janë një nga argumentet më të qarta se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet. Nga se të gjitha ato që adhurohen pas Allahu xhalla xhelaluhu nuk e kanë as të parën as të dytën. Allahu është el-wahid, është i vetmi dhe një, ndërsa ato që adhurohen pas Allahu xhelaluhu ala nuk janë të vetmi dhe nuk janë një. Nga se nëse i veçojmë në një aspekt, do të vrejmë se pikërisht në atë aspekt që po i veçojmë, do të gjendet dikush tjetër që është i ngjashëm me ta në atë aspekt. Dhe merë çdo idhull që adhurohet pas Allahu xhalla xhelaluhu, çdo që njerëzit e adhurojnë pas Allahu te bareka o taala dhe e veçojnë në ndonjë aspekt, do të gjejmë se ka krijesa të tjera të ngjashme me ta që ndoshta mund të jenë edhe më të përkryera në atë aspekt që këto idhuj i bëjnë që të adhurohen. Kjo është e para. Dhe e dyta, el-Qahar, nuk ka asnjë krijesë që ka mposhtje dhe sundim absolut sikurse Allahu xhalla xhelaluhu. Mund të ketë njëri i cili sikurse e ka keq kuptuar Nemrudi apo është shtir kënse po e keq kupton, fjalën e Ibrahimit alayhisalam se ka thënë Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Zoti jam është ai i cili jep jetën dhe vdekjen. Tha ana uhyi wa umit, edhe unë tha bëj të njëjtën. Dhe i mor dy të burgosur, njërin e vrau dhe tjetrin e lëshoi dhe tha unë e bëj këtë njëjtën. Pastaj Ibrahim sa më tha, atëra Zoti jam e sill diellin nga lindja, e të cilë pra nga perëndimi, fe buhit alladhi kafar. Ktu un poshtaj. Apo dhe kjo është një kuptim i emrit el-Qahar, që të gjithë ata që pretendojnë se janë zotra dhe adhurojnë pas Allahu xhallahu ala, patjetër do të mposhten në ndonjë meydan për meydaneve të caktuara të kësaj jete. I vetmi është Allahu xhallahu xhallahu që është Qahar real, i vërteti, që nuk mposhtet, nuk sundohet, por ai sundon. Prandaj lidhshmëria mes el-Wahid el-Qahar në jap rezultatin e kuptimit të drejtë të fjalës la ilaha illa Allah. Se Allahu është i vetmi më të vërtetë nga çdo aspekt, edhe ai është Qahar, ai është sunduesi, është ngardhimtari, ai është i mposhtë të gjitha krijesat me atë që ai dëshiron. Disa nga dietarët tjerë kanë thënë se apo e kanë komentuar emrin Allahu el-Qahar në bazë të manifestimit të këtij emri në jetën e përditshme të njerëzve. Dhe kanë thënë se Allahu xhallahu ala është ai i cili do të thotë i ka gjunjëzuar të gjitha krijesat me një krijesë të tij. Do të s'ka pas nevojë me diçka tjetër. Madje as me këtë nuk ka nevojë, por Allahu xhallahu ala u ka dëshmuar të gjitha krijesave se të gjitha ato gjunjëzohen para tij. Dhe se të gjitha ato janë të mposhtura për Allahu xhallahu ala, nuk ka mundësi askush ti reziston kësaj krijese që Allahu me te i ka mposhtur të gjitha krijesat e tjera. Cila është ajo krijesë? Vdekja. Nuk ka krijesë që mund të reziston vdekjes që Allahu xhallahu ala dërgon atë. Kush do qoftë ajo krijesë? Sa do qoftë e fuqishme, sa do qoftë e pushtetshme, sa do qoftë autoritative, sa do qoftë nga cilësitë e pushtetit dhe fuqisë që i ka, do të mposhtet përballë vdekjes. Allahu xhallahu ala është Qahar, do qaharahum, i ka mposhtë dhe Allahu te bareka ve taala i ka gjunjëzu krijesat e tij me atë që ai don. Andër nga njëra i gjunjëzon me vdekje. Dhe të gjithë gjunjëzohen dhe përulen përballë kësaj krijese. Nga njëra Allahu xhallahu ala i mposhtë krijesat e tij me atë që don, me krijesat e tij, me lajket e tij, me erdhat e tij, me çka don. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala el-Qahar është ai i cili i ka mposhtë të gjithë kryeneqet, mendjelartët, të gjithë ata që kanë refuzuar shpallën Allahu xhallahu ala, i kanë poshtë me argumente të qarta, të cilat nuk kanë mundësi të imposhtin kurrë. Andaj ky është el-Qahar, ai që kanë poshtë, ai që kanë ngadhny, ai që sundon, ai që pushteti i tij është i shtrirë mbi të gjitha krijesat, dhe atje ku Allahu xhallahu ala ka dëshiruar që të mposhten krijesat dhe mos të kenë vullnet, atje është i qartë emri Allahut el-Qahar dhe krijesat nuk kanë pas mundësi asnjëherë ti shmangen dhe ti rezistojnë këtij sundimi të Allahut te bareka o taala. Sikur që do ta përmendim, Allahu xhallahu ala
ka bërë që njeriu të jetë i mbarur nga shumë rrethana dhe e kanë poshtë njeriu në këtë mydan. Dhe në këto rrethana shfaqet dobësia e njeriu dhe nuk ka mundësi të reziston në poshtje së Allahu te bareke o taala. Andaj ne po shërbejmë me disa shprehje mposhtje, sundim, ngavnim, që të gjitha mund të jenë të mangëta në raport me shërimin e emrit Al-Qahar. Nga se Al-Qahar është diçka për te i kësaj. Mirë po, përresa nuk gjejmë shprehje më adekuate, më të përshtatshme për këtë, detyrojmë që të ndihmohemi me disa shprehje, por shpresoj që të arrihet qëllimi që po synohet. Nga se nëse themi ngavnimtari, atëre mbi kën ka ngavnuar Allahu xhallahu ala. Nuk ka pas nevojë me askën shtyhet, dhe nuk ka pas nevojë Allahu xhallahu ala me askën të lufton për të marrë pushtetin. Por ai pa asnjë rezistencë është ngavnimtari. Askush nuk i reziston Allahu xhallahu ala atje ku ai nuk ka lejuar rezistencë. Atje ku ai nuk ka lejuar rezistencë. Nëse ka aspekte ku Allahu xhallahu ala ja ka jap njeriu një liri të caktuar dhe atje njeriu përmes saj, përmes një drite të vogël të lirisë së tij që është përsëri prap në kuadrat e dijes së Allahu xhallahu ala dhe lejes së tij, njeriu fatkeqësisht mendon se me këtë dritë, me këtë shkëndijë të vogël ka mundësi që të vendos atë që ai don dhe është i lirë, nuk është Rabbi Allahu xhallahu ala. Pra El-Qahar, sikur që e përmendëm, është ai që i kanë poshtë krizën më aq që ka dashur. Në të gjitha krijesat e Allahu xhallahu ala pa përjashtim, çfarë do qofshin ato, kur do qofshin ato, të gjitha ato janë nën sundim dhe pushtetin e Allahu xhallahu ala dhe nuk kanë mundësi të bëjnë asgjë pa lejen e tij, nuk kanë mundësi të bëjnë asgjë pa dijen e tij, nuk kanë mundësi të lëvizin as dhe të bashkëpunojnë dhe me shumë dhe pa lejen e Allahu te barekuhu teala. Ai është që i kanë poshtë të gjitha këto krijesa. Këto janë disa kuptime që mund t'i prezantojmë lidhje me emrin Allahu El-Qahar, edhe pse çdo kuptim që ka të bëjë me natyrën e mposhtjes, sundimit, ngannimit, të gjitha ato mund të jenë kuptime të emrit të Allahu xhallahu ala El-Qahar. Ndërsa sa i përket ndikimit të këtij emri në jetën tonë të përditshme. Padyshim se fillimisht njohja e Allahu xhallahu ala me këtë emër besimtarit i ashton dashurinë e Allahut te barekuhu teala. Kur është se të gjithë janë përul për Allah xhallahu ala. Dhe emri Allahut El-Qahar shfaqet dukshëm në jetën e kësaj bote, por do të shfaqet edhe më dukshëm në ditën e gjykimit. Nga se në këtë botë Allahu xhallahu ala, sikur që e përmenda, u ka dhënë njerëzve një lloj lirie, një lloj mundësie për ta shprehur vullnetin e tyre, edhe pse edhe kjo është nën dëshirën dhe dijen e Allahut te barekuhu teala. Mirë po, ditë e gjykimit kjo do të shfaqet edhe më qartas, kur Allahu xhallahu ala do të pyet të gjithë ata që kanë pas autoritet, pushtet, fuqi e kështu me radhë, limenil mulku al-yawm. E sot ku mbet pushteti? Ku shkoi? Ku shkoi pushteti? Ku shkoi fuqia? Ku shkoi pasuria dhe autoriteti? Ku shkuan? Nuk ka përgjigje. E si të përgjigjen kur Allahu xhallahu ala thon surën Taha, "Wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa." Përmendoje këtë pamje të ditës së gjykimit. "Wa khashatil aswat." Allahu xhallahu ala thot, dhe të gjitha zërat kanë pushuar, janë të heshtur përballë të gjithë mëshirshmit. Askush nuk flet. Askush nuk flet. Fala tasma'u illa hamsa, dhe e tëra që ti e dëgjon janë shushurimat e këmbëve të tyre që ecin. Asgjë nuk dëgjohet. Subhanallahu, paramendo çfarë disipline ditën e gjykimit. Në këtë botë paramendo me i pas 1 milion njerëz në rresht të keq. A ka mundësi të gjithë të heshtin? Çka do qoftë, dikush të shtyjë veç pak, as përpara pak, apo çfarë zhurmë krijohet? Ditën e gjykimit me miliarda njerëz. Pej kur e ka kriju Allahu xhallahu ala Ademin alayhissalam, e deri në njërin e fundit, duke ecë drejt mahsherit, vend tubimit, ku Allahu xhallahu ala i tubon të gjitha krijesat, duke ecë nga varrezat e tyre, të gjithë në drejtim të caktuar, nuk njihen, nuk janë njohur shumica për tyre më parë, nësa gjuhët i kanë të ndryshme, dhe të gjithë dinë ka të ecin. Kush i kanë poshtë El-Qahar?
Kush u ka obliguar ecën dhe të caktuar? El Qahar. Kush u ka imponuar disiplinë e caktuar që mos të flasin? El Qahar. Andaj Allahu thot, fala tasma'u illa hamsa. Ti e tëra që e dëgjon në atë vend tubim, në atë vend grumbullim të hatashëm të njerëzve, nuk mund të paramendohet sa janë, e tëra që e dëgjon janë ecët e këmbëve të tyre vetëm. Duke ecë, kur ecë njëri në mal, apo dhe edhini kur shkel mbi gjethe, krijohet një lloj shushurime e caktuar, e kjo është hems. Hems një lloj përshpëritje e pazëshme që vjen nga ecja e tyre. Prandaj ditën e gjykimit thash shfaqet emri i Allahut El Qahar edhe më dukshëm. Dhe kur njeriu e mediton këtë mposhtje dhe e mediton këtë sundim dhe këtë ngadhnim të Allahut xhallahu ala mbi krijesat e tij dhe e din se është ai robi i Allahut që po i adhuron këtë Zot, i shtohet dashuria patjetër ndaj Allahut xhallahu ala, i shtohet kënaqësia, i shtohet bindja e shumë të tjera që na duan si krijesa të dobta ti kemi parasysh kur e njohim emrin Allahut El Qahar. Dhe gjithashtu bashkangjitja sikur që përmenda e emrit Allahut El Wahid El Qahar është ajo që jep fuqi fjalës tonë kur themi la ilaha illa Allah. Sa Allahu xhallahu ala është një dhe i vetëm, prandaj duke qenë i tillë është ai i vetmi që ka mundësi të gjitha këto krijesa t'i futë në sundimin dhe pushtetin e tij dhe askush tjetër. Ajo që gjithashtu vëndruar e kuptojmë nga emri Allahut El Qahar është ajo që Allahu xhallahu ala ka thënë në surën Yusuf. Wallahu ghalibun ala amri. Wallahu ghalibun ala amri. Çka do të thonë wallahu ghalibun ala amri? Allahu xhallahu ala e dini se e ka zbritur një sure që quhet Surja Yusuf. Edhe në këtë sure Allahu te baraka ve taala ka përmendur rastin e dy pejgamberëve, babës dhe të birit, së bashku me vëllezërit e Jusufit alayhi salam. Të cilët kanë ndërmarrë një hap që të rahatohen nga Jusufi dhe të fitojnë dashurinë e babës së tyre. Dhe subhanallah, nëse e merr fillimin e tregimit të Jusufit alayhi salam, apo dhe ka ec me asnjë kalkulim nuk të del atje ku ka dal Jusufi alayhi salam. Do të thotë se e merr tregimin e Jusufit alayhi salam, po para se me arrit tek pushteti, para se me arrit atje. Me arrit të gjitha stacionet që ka kaluar nëpër të Jusufi alayhi salam. Asnjë rrugë nuk të shpije te ajo famë, ajo autoritet, ajo pushtet që e ka arrit Jusufi alayhi salam. Të shpijen këtë dikun tjetër. Për shembull, nëse merr parasysh hudhën e bunar, apo atëra të gjitha kalkulimet që dalin janë në disfavor të Jusufit alayhi salam. Ose vdekje nga uria, apo nga frika, apo nga etja, ose vrasje e merr dikush edhe vran, ose robërie përhershme, sikur se ka pasur si më ndodh, të dalin shumë rezultate, po asnjëherë nuk del se ky një shkon në pallat të mbretërit, apo. Gjithashtu kur shkon në pallat atje, edhe ato nëse e merr parasysh, edhe atje është një shërbëtor që shërben. Prandaj çdo stacion të atij që studion e sheh se nuk del atje ku ka dalë Jusufi alayhis salam. Nëse Allahu xhallahu ala thot wallahu ghalibun ala amri. Allahu xhallahu ala ka caktuar diç për këtë djalosh. Allahu xhallahu ala ka caktuar diç dhe do të ngadhnjen caktimi i Allahut mbi të gjitha sfidat dhe problemet që shfaqen në këtë rrugë. Mbi gjitha ngadhnjen caktimi i Allahu xhallahu ala. Dhe kështu ndodhi. Apo dhe kështu ndodhi Jusufi alayhis salam përkundër të gjitha peripetive, sfidave, problemeve, në fundit dole e që Allahu ja kishte caktuar që nga fillimi, ende pa e kriju Jusufin alayhis salam. Dhe kjo është El Qahar. Çka do që të duket, çka do që të shfaqet në rrugë nga problemet, nga sfidat, nga telashet, që ndoshta nuk japin as shpresën më minimale se do të arrihet atje ku pritet me u arrit, ne themi se El Qahar është ai që imposht të gjitha sfidat, është ai që imposht të gjitha ato që mund të rezistojnë
përballë zbatimit të caktimit të Allahu xhallahu ala dhe ndodh caktimi i tij në mënyrë të befasishme që ti nuk ke mundësi me e kalkuluar me paramendu. Prandaj kjo ja shton besimtarit bindjen se do të ndodh vetëm ashtu sikurse e ka caktuar Allahu xhallahu ala. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka eduku gjeneratën e sahabëve të tij e veçanërisht gjenerat e reja, sikurse dini në hadithin e Ibn Abbasit, hadithin e njohur, që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ihfazillaha yahfazka. Ruaje Allahun të ruan Allahu ty. Ibn Abbas ka qenë djalë i vogël, do thotë nëse nuk i ka kaluar të 8 vjetat ose 9 vjeçare kështu me radhë, dhe këtij ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa'lam dija, dhe kjo është kuptim i emrit al-Qahar. Praktikisht kjo është kuptim i emrit të Allahut al-Qahar, po jo kuptim teorik, por kuptim praktik, që po flasun e për ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. I ka thonë dije se po të bashkoheshin të gjitha krijesat bashkë, njerëzit dhe xhenet, dhe të shprehen dëshirën me të bëjë mirë ty. Nuk kanë mundësi me të bëjë mirë përveç aq sa lejon al-Qahar. S'ka thonë pejgamberi al-Qahar, po na pëndëlidhëm. Përveç sa lejon Allahu xhallahu ala, as gjë më tepër. Por nëse të gjitha këto krijesa bëhen bashkë, për me të bëjë dëm diçka, subhanallahu, para mendo fëmijës po i thot, mu mbledh krejt gjend bashk, edhe krejt njerëz bashk mu mbledh. Edhe me to lajmi se ja është duke u pregadit një komplot, është duke u pregadit një sulm bajagi keq kundër teje, apo i ka thonë mos ke frikë për këtë punë. Nga se nuk ka mundësi me të arrit nga ajo që ata bëjnë kundër teje, për e sa lejen Allahu xhallahu ala. Kjo është al-Qahar. Ata mund të nisin në drejtimin tënd sulme të ndryshme. Ata mund të nisin në drejtimin tënd probleme të lloj-llojshme, apo çfarë gjëra ato? Mirë, po të gjitha këto imposht al-Qahar. Imposht Allahu xhallahu dhe imposht ma çajdan. Edhe në qoftë se shikojmë historinë e imposhtjeve, apo do të çuditesh se si Allahu xhallahu ala i ka imposht me nënçmim. Se ka një për shembull ti imposht dikën, po me mund dhe patjetër dhe aty të kërdosh mu zbraz fuqi e madhe kështu me radhë. Nëse është se Allahu xhallahu ala i ka imposht armiqtë e tij me, po them, sikurse vetë Allahu xhallahu ala, wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Dhe kjo absolutisht nuk është e vështirë për Allahu xhallahu ala. Ti marrim disa shembuj. Popujt e mëhershëm, për shembull, popujt e mëhershëm, popullin e Hudit alayhi salam, e popullin e Salihut alayhi salam, a i rezistuan dhe u treguan kryenaq dhe mendelart me çka imposhti Allahu azza xal. Subhanallah, një zë u ka kalshu dhe i ka tmerru, nga tmerri kanë vdekur shtëpiat e tyre apo. Kaç. Shika, veç një zë u ka kalshu. Të tjerëve veç një erë ka dërgu. Një ushtar, për ushtarët e tij e kanë ngrit Allahu xhallahu i kanë poshtë. Nuk kanë pas mundësi me i rezistuar. Në kohën e Nuhit alayhis salam e ka dërgu një ujë, asgjë më tepër, veç ujë ka lëshuar Allahu xhallahu ala. Me ujë kanë poshtë të gjithë ata që nuk pranuan ti respektojnë dhe ndëgjojnë udhëzimet e Nuhit alayhis salam. Në më vonë, ta marrim për shembull në kohrat e fundit, që do të ndodhin disa zhvillime. Për shembull, dalja e Yajuj Majuj-it apo. Dalja e Yajuj Majuj-it. Nëse shikon ti për shembull në shkatërimet që i bojnë Yajuj Majuj dhe pyetesh me çka i kishënol ta njerëz, patjetër se do të përmendesh diçka shumë të fuqishme, diçka me vërtet me shkatërim në masë të madhe, që me mujt me parandalu këtë masë shkatëruese që po gëlltit dhe po rënon çdo gjë para veti. Para mendoje, nuk sikur se ka thënë pejgamberi, nuk do të lënë bim pa hungur apo. Para në fushën e fshin e bojnë thot. Nuk do të lojnë ujë pa pi. Liçenin e taberie që është e pin komplet. Që i madh, para mëna e pin liçenin të tërën në moment. Saqë nuk del ujë për ata që janë vinë më vonë nga Yajuj Majuj. Do të vinë të tjerë që në fund të ushtrisë do të thonë këtu pa ujë kush e pini. Por në çfarë fuqie shkatërrimtare janë këta ata. Me çka impost Allahu xhallahu ala al-Qahar, me çka i gjynzon, i rrezon për tokë, me çka? Me një krem të vogël që rrin në qafën e devës. Këtë krem u aqen Allahu xhallahu ala dhe i mbyt ata. Impost me çka don Allahu te barekote.
imposht. Ky në gaf është kremb që rrën në qafën e devës. E atë kremb u aqen Allah xhallahu ala në qafë edhe i mbyt. Nuk kanë mundësi me i rrezu. Me çka dën imposht Allah xhallahu ala. Ebraheja kur erdhi me rrezu qafën, apo erdh me një mendje madhësi, me një kryelartësi dhe kryenetësi, erdh me një bindje se është i pamposhtur. Nga se erdh me elefanta, sikur se marrin këtë kohë me tenka të sofistikuar, të pamposhtur në kuptimin njerëzor. Me çka imposhti Allah xhallahu ala? Me guraleca të vogla ato. Subhanallah. Kush kish thonë që Ebraheja imposht me guraleca? Apo me gur, dvegjël. Gur të vegjël që Allah xhallahu ala një ushtri të tij vetëm e ngritin qiell, apo tajren ababil. Tajren ababil. Një lloj shpendi e ngriti Allah xhallahu ala termihim bi hijaratin min sijil. Termihim që i gjuanin, i hodhnin bi hijara, me guraleca të vegjël. Dhe subhanallah, sikurse ka ardhur transmetime kur është fut guri këtu, ka dalë nga pjesa e poshtë me trupin e tyre. Do as plumbi, ndoshta kështu në këtë më ndiku, sikur ka ndiku një gur që e ka hodhur një shpend penalti apo. I kanë poshtë Allahu ma çka don. I kanë nënçmu Allahu xhallahu ma çka don. Prandaj Allahu xhallahu ala mposht zullumçarët, mposht kërnaqet, poshtë ma që ai don. Dhe në fund realizohet caktimi i Allahut, bëhet dhe ndodh ajo që Allahu xhallahu ala ka caktuar, ajo që Allahu e don. Prandaj kjo na bën që timi të lidhur për Allahun te barekuta, timi të bindur se nëse mbështetemi në Allahun xhallahu ala dhe nëse bindemi Allahu xhallahu ala dhe nëse besojmë te, patjetër se do të ndodh vetëm ajo që ai ka caktuar. Do të mposhtën të gjitha peripetit, pengesat, të gjitha ndalesat që dalin në rrugën e ecjes sonë drejt Allahut te barekuta. Al-Qahar është ai që imposht të gjitha ata që dalin përballë Allahu xhallahu ala, apo tregojnë mendje lart, apo tregojnë kurrënaq e kështu me radhë. Dhe kjo mposhtje sikur se ka ndëruar, nuk është vetëm mposhtje me ushtri, të kuptimit të dënimit, me guraleca, apo me krimba, apo me çka do qoftë, apo me vdekje. Mirë, Allahu xhallahu ala para së gjithash, dhe mbi të gjitha i ka mposhtë të gjithë të tjerët që nuk besojnë drejt në ta, që nuk i bindën urnave të tij, i ka mposhtë Allahu xhallahu ala fillimisht arsyet e tyre me argumente. Nuk i ka lënë njeriu asnjë arsye për të arsyetuar pse nuk është në rrugën e Allahu xhallahu ala. Asnjë arsye. Për shembull, të fillojmë nga rrethi i ngushtë i njerëzve që janë muslimanët, pastaj dalim në rreth në gjerë. Sa ka obligime shëritike që Allahu përmes tyre ka kërkuar për neve t'ja konfirmojmë adhurimin tonë ndaj tij. Ka shumë. Për shembull, namazi është një formë e konfirmimit se Allah është i vetmi që meriton të adhurohet. Namazi është një formë e tillë. Dhe namazi do të kryhet duke u shoqëruar me disa kërkesa plotësuese, sikurse është për shembull abdesi. A ka mundësi njeriu gjithmonë të jetë në rrethana ku ka mundësi marr abdes? Jo. A ka mundësi njeriu gjithmonë të jetë në rrethana ku ka mundësi me fal namazin në kohën e rregullt? Nuk ka mundësi me kon gjithmonë. A ka mundësi njeriu me kon gjithmonë në gjendje të mirë shëndetësore që i lejon të falet si duhet? Jo. Ka mundësi të ketë përjashtime. Mirë po, Allahu xhallahu ala i ka përcaktuar njeriu forma të tjera që i ndihmojnë që gjithmonë të jetë në konfirmim të këtij adhurimi, mos gjen arsye që mos të falet. Andaj nuk ke abdes, merr temum. I kam poshtë arsye, s'ka arsye. Nuk ki mundësi më falë në këmbë, falu ulur. Nuk ki mundësi më falu ulur, falu shtrit. Nuk ki mundësi me ditë ka kibla, falu ka dush, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ka të kthehen është Allahu xhalla xhelalu. Apo të gjitha arsyeetimet që mundet me i dalë njeriu si pengesë për të adhuruar Allahun xhallahu ala, el-Qahhar i kam poshtë. Këtë i ka largu. S'ka kurrë pengesë. Ta agjerimi e ka obliguar agjerimin. Po jemi në gjendje të caktuar ani, me shpaguje pastaj. Do të bartë nga një adhurim në tjetrin, po nuk të nxjerr kur nga rrethi i adhurimit. Gjithmonë je brenda rrethit. Dhe nuk ke asnjëherë arsye, as më minimalen që të dalin nga rrethi i adhurimit.
I kam poshtë. Njeriu mund të shtiret, mund të bëhet kinë se ka arsye, mund të bëhet kinë se nuk po ka mundësi, por gjitha këto janë falso. Nga se el-Kahar i kam poshtë të gjitha arsyetimet e atyre që arsyetohen që të dalin belespaku për pak qaste apo në rrethana të caktuara të dalin nga rrethi i adhurimit të Allahut te barekutaala. S'ka arsye. Allahu xhallahu i kam poshtë. Edhe kjo është el-Kahar. Prandaj nuk ka arsye. Dhe emri Allahut el-Kahar na bën që ne të kërkojmë zgjidhje shariatike për ndonjë pengesë na shfaq, por asnjëherë mos të mendojmë që të ikim nga shariati, nga se nuk ka ikje. Allahu xhallahu ala na ka rrethuar nga të gjitha anët me argumente dhe fakte që na mposhtin në rrafën e arsyetimeve. Edhe tek të tjerët, për shembull, jashtë rreth të muslimanëve, që ndoshta nuk i kanë të qarta disa gjëra, nuk i kuptojnë disa gjëra. Aq bukur janë shëruar në Kur'an, aq thjesht janë shëruar në Kur'an, saqë i kanë poshtë Allahu xhallahu ala të gjithë ata që mundohen me i rezistu shariatit me çfarë do lloj ideologjie apo feja apo çka do qoftë tjetër. Prandaj, në qoftë se i marrim për shembull fetë e të tjerëve apo ideologjitë e të tjera, çka do qoftë që njerëzit i marrin për fe, do të vrejmë se çështja më e koklavitur dhe më e pakuptuar të ata është çështja besimit në Zotin e tyre. Kjo është më e pakuptueshme. Për shembull ata që e kanë Trinitetin, apo kjo është më e pakuptueshme. Gjë më e pakuptueshme, më e vështirë e kuptueshme tek ata që e pranojnë Trinitetin është pikërisht besimi në Zotin. Çka është kjo Allah? Në qoftë se për shembull thonë se është biri i Zotit. A thonë se është biri i Zotit. Mirë. I biri i Zotit, kur nëse është i biri i tij, atëra Zoti nuk është kahar, nuk është superior dhe nuk ka e përsi në të gjitha aspektet mbi djalin e tij. Sikur sa në të përditshme. Apo baba mund të jetë më i fortë se djali, po nuk do të thosë është më i mëshëm se djali apo. Apo kapaciteti intelektual ideal mund të jetë më i madh se i babës. Ashtu. Pastaj mund të jetë baba në disa aspekte i favorizuar dhe do të thotë ngadhnimtar dhe mbi djalin, por në disa aspekte djali mund të jetë i favorizuar. Atëra çfarë Zoti është ai që e ndan e përsin me dikën tjetër? Nuk është gjithmonë më superiore, nuk është gjithmonë e përsi, por dikush e ndan me tek këtë përsi. Kjo skuptohet. Pastaj, cili është pozicioni? Nëse është një, qase fe monoteiste quhet, apo nëse është monoteizëm, një, besim në Zot, atëra raporti i djalit me këtë Zot, raporti i gruas me këtë Zot, cili është? Në vendimarrje, në shpallje, në gjërat e tjera që ndahet pushteti, si ndahet kjo punë? E kanë të tërën të paqartë ato. E kanë të tërën të paqartë. Prandaj, shiko edhe të kurdo qoftë tjetër ato. Sa paqartësia është në besim. Ndërsa të gjitha këto paqartësi el-Kahar i kanë poshtë, i ka largu. Dhe në Islam gjëja më e thjeshtë për të kuptuar është tauhidi. Ma letë se me marrë është besimin e Allahut xhallahu ala në Islam nuk ka. Kjo më e lehta. Pse? Po veç me kul huwallahu ahad. Shumë e thjeshtë. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Shumë është e thjeshtë. Ma thjesht mu nuk gjon. Kujt do qoftë që do më ia shpjegoj tauhidin, ja shpjegoj me sunë al-Ikhlas. Edhe ka të qartë, edhe kupton. Prandaj edhe për këtë arsye, sot në botë, në masë të madhe njerëz po kthehen në origjinë. Nuk po them po konvertohen, apo po i kthehen origjinës. Po i kthehen natyrshmërisë së pastër, po i kthehen asaj që është dashur më të tjenë te. Apo po kthehen në shtëpinë e tyre. Askund tjetër. Nga që Islami është shtëpia e bijve të Ademit. Baba i tyne ka qenë këtë shtëpi dhe ata po kthehen tek baba i tyne. Askund tjetër. Dhe nëse i merr deklaratat atyre që po kthehen në Islam, shumica atyre do të thotë i referohen thjeshtësisë së kuptimit. Nuk kur e shikon nga një aspekt mund të shfaqen shumë probleme në kuptimin e fesë. Mi po i kanë poshtë Allahu xhallahu ala të gjitha këto, në kuptim i ka lehtësuar, i ka ul dhe ka bërë që ne me thjeshtësi të kuptojmë apo. Prandaj el-Kahar është ai që nuk i ka lënë askujt argument të ngritur që mund të reziston argumente dhe fakteve të Allahu xhallahu ala. Në çfarëdo aspekti. Dhe ju përvrenë rëndëruar dhe sot, vallahi çdo ditë Allahu xhallahu ala me fakte po i mposht.
hiç pa debatuna me ta, hiç pa ushtyna me kërkan, hiç pa bëu asgjë na diçka të madhe, Allahu xhallahu po imposhta. Shumë aspekte. Ato gjëra që Allah i ka ndaluar dhe ata nuk i kanë marrë të ndaluara, po imposhta Allahu xhallahu edhe në këtë rast duke u shfaqur sëmundje të ndryshme shoqërore, probleme nga më të ndryshme ekonomike, ekstremat të gjitha këtu ku ata po imposhtën dhe po treguohet se sistemi i tyre nuk është efikas për udhëheqjen e njerëzimit. Vazhdimisht po shfaqet ju efikasiteti i sistemeve njerëzore dhe vazhdimisht po del në shesh dhe në pa efikasiteti dhe epërsia e ligjit të Allahu xhallahu xhelalu. Vazhdimisht. E kush po e bën kët betejë dhe kët ngamim el kahar. Dhe me çajdan, me duart e tyre. Me duart e tyre po ndodh kjo. Pa duart muslimanëve. A kemi për shembull sa probleme janë shfaq, problemet e fundit që kanë qenë domthonë ekonomike, në rrafshin e ekonomisë, do sa probleme janë shfaq, sa sisteme domthonë janë rënu, sa shtete janë rrezikuar kështu me radhë, a thua vallë kjo ekonomi është rreziku për shkak se janë fuqizuar muslimanë ekonomikisht shumë e pastaj i kanë dobësuar këta? Jo vallahi. Ja. Pemrana me durë të veta Allahu po ja uprish sistemet e tyre el kahar. Sikurse ka thënë Allahu xhallahu ala për fisin Bani Qurayza thonë. Yukhribuna buyutum bi aydihim. S'keni u lodhim me uprish shtëpiat. Ata vetë i kanë prish. Subhanallah, i kanë prish shtëpiat e tyre me durët e tyre. Që mos mira muslimanë ndur, ata kanë prish vend kthimin e tyre. Ata vet kanë nënshkruar kapitulimin dhe dalin për Medinën sallallahu alaihi wasallam. Pa ulë muslimanë apo. Fa'tabiru ya ulil absar. Allahu ta zul hajar. Fa'tabiru. Merrni mësim oju që keni mendje, merrni mësim. Shikoj si Allah i imposht u ardhën shtëpiat me durët e tyre. Edhe ti s'ki më lodh me ardhur shtëpiat e tyre. El kahar. Imposht Allahu xhallahu ala ma atë që don. Me imposht Allahu xhallahu ala ma atë që don. Shikoj në rrafshin e vlerave që sot po i quajmë vlera apo ditë për ditë po u fikën këto vlera dhe po dalin se janë antivlera, janë të papërshtatshme, të padobishme për njerëzimin. Të gjitha ato që po quhet sistemi i vlerave po rënohet me shpejtësi të madhe. Po rënohet do të nga se ti po gjen se njerëzit po e humbin, vallahi dal nga dal, apo shpesh herë me shpejtësi të madhe po e humbin karakterin njerëzor dhe po shndrohen në diçka tjetër, nuk janë njerëz më. Dhe Allah po imposht edhe në këtë drejtim duke treguar se mbeten i njerëz dhe kënaqen me këtë botë veç me këtë shariat. Me çdo gjë tjetër jeni të imposhtur. S'ka lumturi, apo s'ka harmoni. Me çdo gjë tjetër nuk ka njerëzi. Nuk mbetesh njëri me asgjë tjetër, por as me fen Allah xhallahu ala. Kjo po dëshmohet vazhdimisht. Çka po ndodh? El kahar. El kahar i kanë imposht Allah xhallahu ala vazhdimisht apo. Përmendoj për shembull subhanallahu kur për shembull ajo që sot flitet më të madhe, det e gruas, e gruaja, janë munduar me imposht shariatin përmes gruas. Janë munduar me imposht fen Allah xhallahu ala përmes gruas. Edhe ti gjen sot çdo filozof, çdo mendimtar, perëndimor, kushdo qoftë, madje edhe masa e gjithë njerëzve i është fokusuar dhe është fiksuar në kokën e tyre, për shembull i janë fiksuar, po domethënë 3-4 dilema për Islamin ato. Nuk kanë më shumë. 3-4 dilema për Islamin. Ja, është për tyne, jo derdh në gjake terrorizëm e kodi. Çfarë kjo? Këtu i kanë poshtë Allahu xhallahu ala, po, nga se prej që kanë dalë mi ftyrë tokës të njerëz, dihet kush po derdh gjaka ato. Edhe sot, ajo që kanë dashur ne më poshtë me të njëjtin kanë poshtë Allahu xhallahu ala. Me të njëjtin kanë poshtë Allahu xhallahu ala. Kush është ai që ka vrarë më shumë në 50 ditë të fundit? Po e marr veç 50 ditë, s'po marr më tepër. Kush ka vrarë më tepër? Vrasja dhe gjakdira nga cila anë e botës ka ardhur. Dihet. Ajo që po dojmë në vesh neve, Allah i kanë poshtë. Apo nga sa ata që kanë bërë këtë punë. E dyta që ata e kanë, jo i merrni ka 2-3 gra, e nënçmoni gruën e ku e di çfarë, kanë dashur me tregu një epërsie në respekt në gruas ndaj Islamit. Edhe këto Allah i kanë poshtë. Ku kanë met gratë aty në? Gratë e sistemeve të tilla, vallahi nuk kanë met as gra, as nëna, as femra, as asgjë s'kan met apo. Kanë met në një gjendje të palakmueshme. As nuk janë shndruar në burra, që bile burra me qenë, pas nuk kanë met gra me lut rolin e gruas, në asgjë nuk kanë met. Kanë met shërbëtor dhe rob të kërkimit të vazhdueshëm të asaj që i kanë mashtruar pejmati
të drejtë e gruas, barazia. Apo e kanë robnu gruan me barazi. Ja kanë marrë të drejtat, e kanë mashtruar me karrotën e barazisë atë. Se çfarë kanë bërë të tërë? Ajo ka pas të drejta. Edhe drejtësia jo detyrimisht është barazi. Drejtësia është drejtësi. Nga njëra drejtësia është pa barazia mes njerëzve. Nëse nuk mund me kon këtë njëjtë. Barazia është pa drejtësi shpeshherë. Allahu xhallahu ala I ka jep gruas të drejta. Ndërsa ata kanë dashur jo të drejta. Merja të drejtat gruas, apo dhe bënet barabart me burrin atë. As kamet e barabart, se është e pamundshme, nuk mundet me e ndjek burrin, po as kamet me drejta, as kun s'kamet atë. Subhanallah, më tregon një vëlla në Perëndim, thotë ishim një ditë në punë, duke bisedu për vlerat e martesës. Unë ju tregoj kisha si musliman, shumica atëre që punonin jo musliman. Ju tregoja se martesa është dobi, është hajër. Apo tha dhe plot nga ato femra që ishin punë aty, rezultonin se çka duhet martesa. Mjafton bashkëjetesa. Apo nga se martesa është robni, është ku e di çfarë kështu me radhë. Edhe tha duke numëruar mirë të martesa është edhe fëmia, ju nuk dini çka është me ton dikush babë, nona, sa mirë kjo. Ti të sa mirë është fëmia. Tha dhe mora shembull një grua që nuk është muslimane që ishte afër meje. I thash që edhe kjo ju kallzon. Jo unë si musliman, po që edhe kjo ju kallzon juve, do të thotë se sa mirë me konon. Thonë atë kuptim që edhe kjo pak spaku në aspektin njerëzor. Spaku në aspektin njerëzor tregon se në më non është mirë me kon ata. Por na nën, çka do të thonë fjala nën, apo edhe tha filloi me tregu tha, po është mirë me fëmijën knaçi, sa ne, tha veç mos harrojmë tha dhe qenish më rëndësi ata. Wallahi tha I barazoj fëmijët vetë me qen. Tash çysh bë po si duhet për qenin? Jo tha nuk guxoj me ndo kurse si fëmijët e kam ata. Subhanallah, para në kur nëna deri në këtë shkollë gruaja degradohet apo kur e ka njëjtë si një hyjvan me 4 kom qenin apo si fëmijëve që 9 muaj ka pas në bark edhe me muaj ka ushqyer me xhirin e saj I barabartë është qeni ata. E a keni dash këtë gru që merrne pra? A I kam poshtë Allah në fushë në vlerat? A keni dash që a keni dash çto? A keni dash me ngrit gruan? A keni dash me e bot madhe? E po çeku e keni ngritë pra? Mi qen s'ka mujt me hyp ata. E që kjo është keq që keni voja ata. El kahar I kam poshtë Allahu xhallahu ala ata. I kam poshtë. Ndërsa te muslimanët hala është nëna që kanë për fëmijën e saj ata. Hala është nëna që vun për fëmijën e saj. Hala është nëna që bën doam për fëmijën e saj. Hala që nën kamet e na. Apo e kush është në përsi pra? Kush është në përsi? Na çka kena bëna për këtë punë? Kurrë. El kahar me fenë vetë I kam poshtë. Ju ka treguar Allahu xhallahu ala se çdo sistem tjetër që do të mundoni ta përshtatni për konstruktin psiqike, fizike, çfarë do të femrës, keni me e thy, se nuk e bën. Apo edhe që e keni thy, ja keni thy, subhanallah, atë më kryesorën dhe mbzorin kryesor të gruas që është me kon nonë kanë thy ata. Aja s'kon dina me kon nonë mua ata. Dhe mbzorin kryesor të femrës që e bën me të vërtet me vlera, e ajo është të qitet grua dhe udhëhecë e shtëpisë e kanë thy, kur far vlerë s'ka me kon grua ata. Në Islam ka vlerë të madhe. Shikoj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ditë një orë cila do grua që I fal 5 kohë. Apo dhe e respekton burrin e saj, hyn xhenet nga cila derë don. Shikoj Allah sa I ka dhënë vlerë me 100 grua. Do sa I ka dhënë Allah xhallahu ala vlerë me 100 e martuar. Vlerë e madhe I ka pa Allah xhallahu ala. Nga se ato shpërblime që një femër mund t'i merr si grua, nuk mund t'i merr asnjëherë si femër ato. Sa Allah e ka qenë këtë derë. Dhe mëzurin kryesor që e bën një grua mundi me të vërtet se ka rol në këtë botë. Është duke bërë diçka, ata e kanë thyer. Nga se femra ndihet se bën diçka kur lind fëmijë, se ka bërë diçka që kërkuar s'u bën ata. Apo e po çatë ndihet se ka bërë diçka, ka kontribuar diçka. Kur ajo I ofron aspekt emocional dhe dashuri dhe ngrohtësi të nënës fëmijës së vet, që të e ka bërë diçka që këtë 1 milion burra muqu, apo sunja kompenzojnë vallaj një përgdhele të nësja bëfë me të. S'mune kompenzojnë të e kur, apo e po qitë dëmzori e kanë thuj, me bo të madhe, e kanë knaq krejt, e kanë thuj komplet, apo
kush i kanë poshtë në të rafshte, pa di sa kanë investu, po qysh, a dini sa studius që unë qu për këtë punë, e ti ka qëkallaj pirëzan, unë e jo vëllaj, se sa për mu, kur ata si rëzua, pëtën, po i ka rëzua Allahu xhallahu ala, pëtën. Allahu ka vendosë që gruaja të ketë shami, tjetë embuluar, apo, që kjo është formati i gruas i jashtëm, që shtu kur do këtë është mirë, gjdo po me tjetër, s'është mirë, apo, e ka nënçmu hijabin duke quajtur çka? Prapëbeturie ku e di çfarë thon. Apo i kanë poshtë Allahu edhe këto thon. I kanë poshtë Allahu te barekota. Ku janë rezultatet e lakuricisë, ku ka mri shoqëria me hekën e hijabit, ku kanë shkuar thon? Ku kanë shkuar? Në degradim e sipër, në degradim të tmerrshëm, apo që kush ka psu nga ky degradim? Gruaja, familja, shoqënia e kështu me radhë. Andaj Allahu xhallahu ala kahar me argumentet e tij. Tash jo vetëm me guraleca, me krima, apo po para kësaj Allahu te barekota i mposht me argumentet e tij të qarta, që flasin edhe për atë se Allah është i vetmi që meriton të adhurohet. Edhe këto Allah i kanë poshtë. Këtë idhut Allahu xhallahu ala bërllogua ka gjuta. Këtë kanë dalë, të gjithu ka dalë ngjyra aftë. Asnjë sa kanë pas për idhuve, kanë pas për se kjo është sistemi, kjo është ligj, kjo është. Këtë kanë përënduar, këtë kanë përënduar. Kur ka dalë komunizmi, kanë thënë se tash ka dalë tek njerëzit sistemi më i përshtatshëm, më i mirë për njerëzimin apo. Apo sot ata që e kanë bajt me gjak e mallkuajnë apo. Ka shpejt bre, ka shumë shpejt, apo janë duke mallkuar. E shumë sisteme të tjera imposht Allahu xhalla xhelalu. Me çka? Me argumente dhe me fakte të tij që i shfaq në mesin e njerëzve. Andaj kjo është një ndikim i emrit el-Qahar tek ne, alhamdulillah, që në qoftë se dëshojmë të jemi superior dhe t'i garantojmë vetes unë e përsi dhe të jemi në udhëheqje sipër, apo atëherë duhet që me mësimet e Allahu xhallahu ta bëjmë këtë. Çdo tendencë dhe çdo përvojë tjetër sillën poshtje. Edhe ne jam poshtë el-Qahar, sikurse janë poshtë muslimanët, a janë poshtë edhe muslimanët kanë poshtë Allahu xhallahu ala. Nga se u ka dhënë shariatin me udhëheq, e kanë lakmuar diçka tjetër, apo e dani frymën e tjerë, merrne. E çka ndodhi tash? Jeni poshtë. Jeni me kërkon tjetër si gratë. Apo asini me burra as gra. Kur jeni me? Nga se s'keni dasht, na nuk dim me lujt me rregulla të tjera. Na s'dim, apo e sportin ton spelujm. E çka jesëm na? Na kurse jesëm veç pastaj. Prandaj el-Qahar e mposht çdo kënd që i ja kthen shpinën fesë të tjerë. Të gjithë janë të mposhtur, të gjithë janë të humbur, të gjithë kanë dështuar, përveç ata që fitojnë me fenë Allahu xhallahu ala dhe me shpallën e tij. Andaj, ndëruar Allahu xhallahu ala imposht të gjithë ata që i shmangën uzimet e tij, të gjithë ata që i rezistojnë uzimet e Allahu xhallahu ala dhe mposhtja e Allahu xhallahu ala është thash në mënyra të ndryshme, qoftë me guraleca, qoftë me krimba, qoftë me një brit më olshon, të gjithë të merrohen dhe vdesin nga tmerri, qoftë me çka do qoftë. Por ajo mposhtja më kryesore apo dhe më e madhe dhe më interesante është mposhtja me argumente, fakte dhe vlera, që Allahu xhallahu i ka mposhtë gjithmonë dhe po vazhdon të mposhtë me fenë e tij, pavarësisht a po punojnë muslimanë këtë vim apo nuk po punojnë sa duhet. Allahu azza wa jalla na ngrit me këtë fe dhe na bëf që do të jemi krenar dhe të bindur me shpallën Allahu xhalla xhelaluhu. Këto është disa aspekte që kanë të bëjnë me emrin Allahu el-Qahar. Këto po e ndërprejmë këtë pjesë të parë, bëjmë një pushim, pastaj kthehemi disa pika tjera që kanë të bëjnë me këtë emër të Allahu xhalla wala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.